Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, si po na dëgjoni në këtë momente drejt për së drejti nëpërmjet radios 3B. Ja kur edhe radha e quizit të sotëm, le të shohim se kush është mysafiri i parë në mikrofon. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe pa çkëm të mbar në quizin e sotëm. Alo? Pse s'flet? Me sa duket kemi një ndërprerje në radio, s'dim shkakun pse ndodhi kjo. Alo? Alo? Se nuk përgjigjesh? Atëherë mund të lidhemi pas pak, provojmë edhe një herë. Unë të njoh se kush je. Ti je Flori. Alo. Me siguri do ketë rënë linja, atëre pak muzik dhe pas pak me telefonat të tjera. Po na çmendi kjo muzikë. Që janë këta idiotë? Kjo muzikë bie për të të bi. Përse unë? Na këtu. Na Selenam. Hajde. Mashkare. Hajde ulu tani. Po ato ku shkuan? Dole. Ku shkuan? Nuk e di. Po qa ditim? Po ti çfarë di? Ha? E kush më flet pale? Ulu aty. Ulu dhe vazhdo shkruaj skenarin. Ulu se tufto vëndi. Mirë. E pra. Unë do të pres. Ti do ta pish një kafe me plakun. Edhe me ty, mbase bëj atë që nuk bëra dot për veten time. Erdhe urdhë.
Prap fasule ama, nuk ka një gjë tjetër? Po si ka dhe sallatë. Ka dhe sallatë. Së shpjegur qëngji akoma. Po mër bab, po. 3 herë të kam bërë gjithë sot. U vonove shumë. Po lëre kështu se hakshëm. Gjbëre për punë. Takove njëri. Po, shpërndaj pizza me motorciklet. Edhe me një fener për para, hajde pizza nga mbrapa. Këto punë ka tani. Po, Puna po, nuk po. është turp. E ka punën këj moj gruas. Vete në bingo, në lotarët e fatit e në ato tjerat. O baba, ta hak të groshë rehat? Juve për ju kërkojnë një gjë, jo, asgjë. Shiko se të dolla borgjit, ë? Po durim të mbaroj të shkret buk njërë dhe pastaj foli. Ato dyja, ku janë ato? Dolën. Dolën ato. Nësaj të voglu si bëjnë serenat të drejtarja. Atë të madhe në marrin telefon, drejtje merr vesh e punë e tyre. Të te dhe ca groshë të tjera. Ja, të rrit nere. Vete ke fajra, baba. Vetja u ke dhënë vizën. Shkojnë ku të duan, shbëjnë çfarë duan. Vizë Schengen u ke dhënë. Ti ke marrë pasaportën diplomatike, e more vetë. Mjaft dhe mjaft. Prape vuta të plak gramofoni. Çdo natë po i njëjti avaz. Që po mjaft se u lodha. Më çmendet koka gjithë ditën nga fëmijët atje në shkollë. Edhe juve këtu t'i duroj? Të lutem mjaft. Mirë, mirë. 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 Tani pas muzikës ku i cyn? Ju ftojmë të merrni pjesë në ta. Provoni dhe fitoni. Alo? Radio 3B. Po, 3B. Ti Ada, Ada e kush tjetër? Unë jam Flori. Po pse të merret fryma kështu, nga po flet? Sepse po vrapoj nga liçeni. Tu është një mrekulli, Ada. Po pres përgjigjen e kuicit unë, a? Kam dëshirë që të mos i përgjigjem kuicit me një herë, po të Ashtu. pi një kafe një herë me ju. Po për kuicin si do t'ja bëjmë? Si do ja bëjmë? Po, Tirana ka pabe sa duhesh. Po shkojmë në njërin prej tyre. Ka muzikë, ka vallëzim, ka qef. Alo, Ada! Si ma rakse, do të gjejmë punë. Po telefonin, pse ma mbyllë? Po ti po thoj të gjëra që s'kishën fare lidhje në publikun. Pastaj, me gjitha të batuta që na the. Edhe nuk pas kam gabuar fare për komplimentet ty të bëra, më duket, a? Ashtu. Është bukur kur përputhet zëri me figurën. Të njëjtën përshtypje kam edhe unë. Ulemi? Po në radio ke kohë që punon? Ja, në fakt jam studente në vitin e tretë. Ndërsa në radio punoj me honorare. Për të banuar në konvikt, a? Jo. Kam një gazoniere me një mikeshën time. Jetojmë të dyja së bashku. Sa mirë? Edhe ti studente? Sa mirë do ishte. Ma merr mendje në Institutin e Fiskulturës. Po këtë nga e more vesh. Sa të pyetsa sportive i gjen shtetit, ende. Vetëm se për të kërcyer nuk ja them fare. Se? Po do mësosh ti më së mërzi. Do mësosh ti? Ikem tani so baba. Më rrim dhe pak. Kush do ikë nesër në radio? Unë apo ti? Tani më mbush e mendjen, po unë do doja të rinin. Po tani ku ta shkoj? Po tjetër në shtëpi. Ja, kam të hapër. Këtë banoj unë. Ja kalova shumë bukur sot. Faleminderit për ftesën. Unë kalova më mirë se ty. Lori, të lutem.
Megjithatë, i djali mirë ti Florian. Jam një trap unë që... Ja ke fut kot. E plaku kalon benzina, u lodhe. Jo, Mordial, po në fakt më po të presi aty. Mua? Do e ta pija një kafe me ti, Mordial. Po ne as nuk njihemi me plak. Po pikërisht pra, po të ftoj për një kafe njohje. Base ja vlen. Base ja vlen shumë. Si thua, ulemi diku aty? Po mirë me plak, hajtë s'po ta prish. Shoko, hajde. Ata i gati, muzika po mbaron. Po. Dhe tani me një telefonat tjetër, alo? Mirëmëngjes, Ada. Flori, pse ka zhvon të sot? Ç'të gjeti? Nuk jam Flori, jam Vironi nga Elbasani. Më falni, unë katarrova me dikë tjetër. Atëherë dëgjoni kuicin. Sërit në mendjen time do mba. Si fillim që e ke shumë original plako. Nuk duhet ta pish, Mordial. Ti do të bëhesh boksier i madh. Faleminderit për komplimentin, po më fal, kush je ti? Unë jam një ish, një ëndër e djegur, një pasion i vdekur që ngjall e ti. Sadik Bali. Dikur më thresnin Dik Bali. Ti e diku famshëm. Unë jam Flori, më fal që nuk jo njohesh para. E Mordial, kur ti unë në ring ti akoma nuk kisha lindur. Bën pjesë në një ekip? Jo. Pranon të të stërvisun? Konkurova 2 vjetë një Oridik, nuk fitova. Po pastaj? Pastaj daja do në të mësuse në Akademinë e Rendit. Babai një institut bujqësor, unë i bëra naftën dyjave. Po, ndonjë punë, s'ke provuar? Me punë, qatë punë është shumë, profesor, cigare shitës apo kamarier, apo të mbash lash në një kantier ndërtimi. Këtë drejt, Mordial, këtë drejt, pastaj ti e talent i madh. Tu talent kanë vetëm politikanët. Lushi! Hajde, kujdes. Qet. Kujdes. Boks. Ma... Qoj postin. Puno me këmbët. Regullohu. Frymanin. Hajde, përdo. Kur të rëbën? Isha 21 vjeç. Fare i ri. Ishte mbushur mendja se do të bëhesha bokser profesionist. Dikush erdhi nga jashtë dhe më premtoi se do të më bënte kampion Europe. Edhe tentova të radhisem. Kap. Më kapën edhe bëra 13 vjet burg. vjetë. 13. Ditë në ditë. Natën. Natën.
Nuk e kuptoj as vetë se du thash kaq shpejt. Të një kaq pak dhe sa të shke diçka që më tërheq, as vetë nuk e kuptoj. S'më beson? Besoj. Po të Flori, e treguar sinqert me mua. Jo dhe aq. Unë nuk jam student, ata. Këtë ma kishin thonë të tjerët. E tia. Po kush je ti, Flori? Me qa merresh ti? Qa bën ti? Unë. Është një personazh në Korç, Peçi Bajamke. E nje, Peçi? Peçi thot, që më duhet mua kush jam unë? Spotall. Nësë më spotall. Nuk e di se kush jam. Nuk e di se nga vi, nuk e di se çfarë kërkoj. S'di të ka asgjë ti. Di vetëm diçka që e si mbushem një frymë. Duket e vetja i tepërt në shoqëri, në shokët. Në familje më duket vetja i tepërt. Mi qëra fjalla. S'më ke folur kur për familjen tënde. Jam shumë kurioze. Një familje normale, si gjithë të tjerët. Babai është një ish regjisor në kino studio. Tani do të bëj filmin e jetës me lekët e pensionit. Mami është mësuese. Kam dhe 2 motra. Lola punon në një agjenci, e Sajra është në shkollë. E njoja. Hajde në mirë si ta përë Jo, nuk e ti. Nuk është e do të lutem, vazhdo ti. U lodhe, Më lodhe ti, mor djalë, me këto që më thua. Futbollistët tanë shkojnë dhe luajnë me klubet e Europës. Me peshngritësit tanë mburet Greqia. Bën kampion Europe, thyen rekorde, bën kampion bote. Kurse këtu dhe këne... kete drejtë, mor djalë, kete drejtë. Po edhe ti ndoshta mund t'ishe bërë kampion. Edhe u bëra, kampion burgu u bëra. Por, base të bëj ty. Mua? Flori, ti e ka të gjitha që duhet një kampioni. Shiko, Flori, kam sa miq në Greqi. Mbase na ndihmojnë. Hop. Këto që po them tani tek ne që ishin atëherë në kohën tonë, agitacion dhe propagandë. Dhe ti edhe unë kishim nga 10 vjet brenda. Tani jemi demokraci tash. Hajde kapëm! Hop! Kush janë këto miqtë tu në Greqi? Do t'ulemi më mirë në një kafe, sepse desha të thoshe diçka të rëndësishme. Çfarë? Do t'iki. Do t'ikësh? Po. Ku do ikësh? Në Greqi në fillim, pastaj nuk e di. Refugjat? Jo tamam refugjat, është një klub boksi që më ka bërë një ofertë. Thonë që kam talent, thonë që kam brum kampioni, nuk e di. E ke marrë vizën? E këto punë merret menaxheri, unë merrem me gjëra tjera. E kur do nisësh? Ndoshta nesër. Pse ma ke mbajtur të fshet, Flori? Nuk është puna se ta kam mbajtur të fshet. Tani u bë dhe tani po ta them. Sido që ti e takohemi sot, flasim e gjatë. Mirë. Kjo është Greqia ime. Po diku ku më humbi. Mos e kanë zënë gjë?
si m'lak kështu. Δεν μου λες, Αλβανέ, τι θα γίνει με σένα? Θα κάθεσαι εδώ και θα καπνίζεις? Μη είπα τα λεφτά του, είπε, λέει λάθος. Λεφτά, λεφτά. Πρώτα δουλειά και μετά λεφτά. Κατάλαβες? Μη είπα ρε λεφτά, σε κάνουμε του τίτσι που νόη. Εμέρβες από εγώ. Ανάποδα θα το κάνουμε. Εγώ θα δουλεύω, εσύ θα πληρώνεσαι. Μη είπα τα λεφτά, τα στήκητα στις καμπρνές με του ιόν. Άκου ρε με τα λεφτά ρε, έχει κολλήσει με τα λεφτά. Τι λες ρε καθήκη, τι να σου πληρώσω, το τεμπελχανιό, Μία με λεφτά τα είπε λέει λάθος με την πορτίτ μου. Να σου τρεσάρω μία γάμο τον αντιχριστό σου γάμο το. Να σου τρεσάρω μία αντί στα μούτρα σου ανάποδα. Μου, Όχι, εμένα, Jetë rrugës, tani dhe detet. Jetë qeli. Si shkoj kjo punë kështu. Po në shtëpi çfarë bëjmë vallë? Po Ada si është?
19:36 e in arrivo al binario 2, ferma a San Pietro Vernotico, Quintano, Trepuzzi. Chi sei? Non ti preoccupare. Li conosco quelli come te. Hai bisogno di lavorare, no? Vuoi rimetterti in sesto? Prendi la borsa, andiamo, dai. Non ti conosco, non... Seguimi. Andiamo. Prendi la borsa, dai. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Prendi la borsa. Che bella cosa. La giornata è sole, aria serena dopo la tempesta. La giornata è sole. Al sole dopo la tempesta. Buongiorno. Buongiorno, signor Marco, buongiorno. Sei stanco? No, abbastanza. Lo so che questo non è un lavoro che fa per te. Ma non ti preoccupare, non resterai qui molto. Sai guidare la macchina? Sì, ma non ho la patente. E a questo ci pensiamo noi. Cominci a conoscere la città. Cominci a farti qualche giro. E poi ti mando pure fuori. Fare. Flori, tu mi piaci, mi sei simpatico. Ma lo sai quanti amici albanesi ho io? Io amo gli albanesi, Flori. Siete buoni lavoratori, intelligenti e soprattutto fedeli. C'è tanta poca fede al mondo, Flori. E poi posso aiutarti per realizzare il tuo sogno, Flori. Guardami, guardami. Non vuoi diventare un grande pugile, famoso, eh? Bello, forte. Oh, in Italia abbiamo avuto i più grandi pugili, Flori. Sì, ma come lo sai che io voglio diventare un pugile? Ho chiesto prima, mi sono informato e ho ricevuto grandi raccomandazioni per te. Ma adesso andiamo via, dai. Andiamo alla stazione. A fare che cosa? Aspettiamo della roba, Flori. Della buona roba, dal tuo paese. Signor Marco. Sì, ma io non sono fatto per fare questi lavori. Mi dispiace, ma non posso. Ancora. Scaravato italiano. Pier. O, zot, ku do mbytem tani? Kthehem pa asgjë. Ndjem bosh. I vetëm si një murk. E i ri, më thënë. Sa të ri kanë si musat. Pse u ktheve? Sepse rastësisht zbulova që kisha rënë prej një rrjeti trafikantësh.
Po ëndra jote për të bërë boksier i madh, ku vajti? Andrej me vdiq. Vdiq. Po ai ç'bëjt ai? Ai trajneri që të mbushi mundin për të shkuar në Greqi. 2 javë më vonë e kapi policia, pastaj nuk e di se ç'u bën me të. Po tani që këtu ç'të bësh? Duhet gjej një punë patjetër. Tek plakushi në shtëpi nuk shkoj dot. Nuk shkoj dot pa punë, nuk e di. Sot në radio dhash një njoftim për një restorant kinez. Donin të punësonin dikë. Restorant kinez? A ka njeri këtu më? Ka. Qa problemi? Unë erdha për atë njoftimin që keni bërë në radio. Po. Hajde, të vuleni. Ka punau më përpara kuzhina? Unë kam punuar në një kuzhinë italiane ja 2-3 muaj. Lere italiane. Ti di kuzhina kinez, bireka kinez. Byrek kinez? Po. Gjozë njofë gjithë bota. Mirë gjithë bota, po si t'ja bëj unë që se njoh? Ta mësos. Ta punoz vetëm më kushi. Asë fret, asë t'i gjoj, asë shikoj. Kupto? Kupto, si s'kupton, po. Problemi është që unë erdha për kuzhinjer këtu, jo për... Mirë, ta mësos. O, ti e fortë? Fortë, jam mere me pak boks kështu. Je boksi? Po. Jam kung fu. Kung fu? Po. Ta mëso? Po. Hajde. Qojme? Qojme. Ta pëlqeu? Më pëlqeu, po. Unë erdha për kuzhinjer këtu. Për tjera nuk më ke, mua. Mirë, si të tos. Në takohem, e thëmë. Mirë, pas. O yllo. O yll. Arrush. A më në lojë. Sot sa kegëm rafë pika. Do ikësh ti, e? Jo, më të falë, që merës në ata. Flori. Andeta mi? Qa po? Kush ishin ato? Kush po pyet për ata si javlen të merresh? Si mos jav lekë më. Shko në shtëpi tash, hajt, me vrap në shtëpi. O Flori! Ç'ke ndërmend të bësh? Ik tash se atë di unë. Hajt ta më marrë të rejë. Mirë jep që makinët, po. Po di mërë që rralli ke. Shtë Morbir, pse e ka të njësur këshu? Hiqë, mama, hiqë. Si hiqë? Ku ishe, mori, nga vjen? U, ba. Po të i bërë copet qitë nga ftyra Morbir, qëfar të kanë gjarë? Qa ka ndodhë, ma, me këj e zëllë?
Po pse zihesh mor biri nënës? Po koto, mama, kot zihem. Po së rre njëri kot, po shi e ka të nisur kështë. Po për ata mor baba, për ata të përkëthej lorën tënde. Pse mor biri? Çfarë pas ka bërë vajza? Asgjë, mama, s'ka bërë asgjë. Lori nuk po të marrë vesh. Çfarë ka bërë era po të pyes? Po marrësh vesh këti, moj, këj ka dalë nga binarët. Pse ashtu dukem ty o baba sikur kam dalë nga binarët? Po pse kështu? Se ke marrë kot, se si as në qiell as në tokë. Një sot e di me se merresh e çfarë bën copje. Po domosdoshmë se kështu na bët juve. Kështu të bëm ne? Po ç'a na lato mama, ç'a na vat? Se më deshe ti çiftligje deshe? Shkollën të dham, do se bëre as të mesme se barove do. Po se na ndritët ju me shkollën. Në punë të futa, i bëre naftën. O baba, divës tornitor punoj unë? Puna po si? Se s'deshe zotërte, divës ministër deshe? Në emigracion shkolle, të vunë fshesën. O baba, do më lësh qetë apo jo? Të qetë të më lësh ti, se po më luan, po më luan. Në vërtet, ka i shumë ju pas ka mërzitur unë juve, ha? Na Florit, të keqe mamaja, me qafë shmuam. Do më futesh më rreth gjallë të keqe mamaja këtheve. Amano mama, amano. Të lutem shumë se e përcon. Nuk e t'i gjonë më këtë, do t'i vërë flakën të kësaj shtëpie. Jaftë të lutem mos përtit, se tonë e gjithë pallatin. Të lutem shumë pusho. Unë të pushoj, unë gjithmonë të pushoj. Të gjallë do më fusë të veti mua! Po, mor baba, po! Se pit në rosh! Po ne tjerët të vdesim ne! Flori! Flori, të keqe baba, Flori! Flori! Flori jam. Zbrita. Po ti ç'ke kështu? Hiç, asgjë. Fol që t'ka ndodhur. Nga shtëpia kam ikur. Ti nuk po fton brenda. Lart kam ti me motor, nuk mundem. Faleminderit shumë që nuk mundesh. Unë jam i qyratur, nuk është mirë. Ti më kupton. Po si s'kuptoj unë ty, si s'kuptoj? Unë kuptoj vetëm këtë që jeni gjithë kundra meje. Florit, lutem, ule zërin. Si po ta ul zërin? Edhe ti moral. Fillove edhe ti, këshilla, keqardhje. Futi edhe 2 pika lot, ha ashtu. Ha bravo. Nuk jam bërë unë për t'ju dhimbsur juve të gjithëve. Unë jam i çmendur këtu. Ju jeni të gjithë normalit. Florit, lutem mos bërtit. Faleminderit shumë o zonjusha kuiceve. Flori! Flori, ku po shkon? Një gjin maku. Më falë, duke se nuk njihemi. Prandaj janë njohje që të njohim të panjohurit, a? Mushe, më falni zonjush, çfarë po pini? Gjin? Edhe një gjin për zonjushën. Didi.
Didi. Ju bëm përqeshur emri im, apo jo? Didi kam pasur një shoqe në klas, po problemi është emrin e kishte Mamudia. Kurse mua vërtet më quajnë Didi. Kimi një siguri që nuk e kanë të gjitha femrat. Më duke që jeni njohësi mirë i femrave. Ja fute kot. Se? Le që ka perëndi që një ju femrave. Si jeni ka që i mërzitur? Mund ta di përse? Hobi im është mërzia. Këtë nuk e kisha dëgjuar asnjëherë. Po ju të skërteni? Nuk më pëlqen të kërcej. E di si më duket? Në fakt të them të drejtën, i shumë me keqardhje. Lodhen, djerësiten, raskapiten. Ndoshta është një mënyrë për të harxhuar energji. Ka mënyra tjera më të mira për të harxhuar energji. Bëm gjëmbrëm neve? U përpoqë. Ma sa kishe pirë ti. Po të thash njerë që uzurëm ato të shpirë. Po mirë që dreqim pate që uzurëm ato çunat. I që nga në ti me motër. Dhe ti nuk mund ta evitoj këtë sherr? Jo, nuk mund ta evitoj, se te motrat nuk duroj dot. Ika unë. Fol pak për atë djalin. Është inteligent, pak natyre rrëmbyer më duket. Ti je sigurt që mund i besojmë? Them se po. Ka rënë keq brenda me mua. Është e mirë dreqi, cilësi e parë. Më bën merak mua që jam femër, pa lërë më një mashkull. Shërbesa e vajzës i parë. Gjëra të bukura, gjëra që u pëlqejnë vajzave. Ishte fëmijë. Të gjëna. Përkundrazi ajo është tamam 15 vjeç.
Mosha më e kërkuar për mallin tonë. Ke qenë ndonjëherë 15 vjeç ti? Nuk më kujtohet. Është e sigurt? Patjetër. Pas nesër do ta nisim në Vlorë ta çojë atë porosin. Para pse le djali sonte. Kokderri. Ti e përsure. S'pas kam ndërë të flasi miri? A pes ishte bërë? Qfar bëja, ta puthja? Ti nuk i foli. Ti e fyet ato. E mërë vesha i djallë të në varë flakën? E që bërë ti? Dhënë që ta mbaj afër i të regove rrugën. A di se që përfajshojnë këta tipa në filmin ti? Të lutem shumë, bële rahat me gjithat filmin tëndë. Po më luan mendja e kokës kur i ai djalë. Ku ha, ku pi, ku lahet, ku Ta vrojë. tipa në filmin tim përfajshojnë lumin. Janë produkti kësaj katraure që ne e quajmë demokraci. Prandaj portreti ti do mbajtur në gjysëm errësirë, i çfokusuar, me një sfond krejt të zi. Unë zifsh edhe u skaterofsh ti më mirë. Kur të shohësh filmin ti? Juve. O si s'më kuptove një? Të lutem shumë, mbyllë. Po si se kupton më që artisti duhet i nxjerrë këto që i zjejnë për brenda. Artisti duhet të rrëfehet, më se ndryshe povcet. Të lutem shumë. Do ta mbyllësh, do ta qepësh, apo të shkoj në kuzhinë edhe të flem divan. Mirë, qep. Qepëm. Qep. Të dia më të fortë, shpirtim. Nuk është çështje force. Kur pash atë vajzën që e hodhën gomone si thes me patate. Kështu bëjnë në fillim ato kuçka, po pastaj suflitet me gojë. Për lidhej moj, si levrek. Edhe nuk munda nga mendja zëri i saj, gjatë gjithë rrugës kthimit. Nuk të dia kaq sentimental, shpirtim. Pastaj çunat po punonin një objekt të ri, kështu që ti do ta bësh përsëri atë rrugë. Po pse pikërisht unë? Po sepse gjithçka është si një shfaqje teatrale, kupton? Kur secili ka rolin e vet. Her pas here, këto role dhe mund të ndrohen, kështu që shfaqja të duket gjithmonë e re. Kupton? Nëse hap se nuk më pihet. Nuk do ta festojmë suksesin tënd të parë? Jo. Çfarë gjithë të përën? Flori! Dëgjo. Për 3 orë do t'jesh në Vlorë. Tek vendi që të thash, të pret Berti. Kush është Berti, se nuk e njoh? Ç'keti, do t'flasja ai pari. Paktën. Te skafi nuk do të afrosh. Me njerëz të tjerë nuk e punë fare. Këtë e di. Me të dorëzuar mallin, do shkosh tek baza numër 3. Atje do të thonë pastaj kur ke për të kthyer. Në rregull. Ja. Merr edhe këto. Këto që janë? $500 ti kesh. Pjesën tjetër do ta marrësh kur të kthehesh. Nuk e mirë, Flori. Jo mirë fare. Se që ke këtë kohë të fundit?
Kam asgjë. Asgjë nuk kam. Po, e mora vesh. Edhe vendin e takimit e mora vesh edhe orën. Mos ki merak fare, mos ki merak. Sa vet janë gjithsej? Mirë, okej. Kush ishte? Shënësi kam. Ç'është e punë? Unë të ftova të shkonim në pub, atje u patëm takimin e parë. Nuk ishte ata mrekullueshme edhe për ty aja? Po ishte, nuk thash që nuk ishte, po ti e di që mua pubi nuk më pëlqen. Nuk I duroj dot gjëra të zhurma, gjëra të rrëmuja atje. Pastaj nuk jemi bukur këtu, ha? Këto kohë të fundit më duket shumë ndryshe. Shumë ndryshe. Ku e shikon këtë ndryshen? Sjellja jote, Flori. Më ka përqendruar I ftohtë në mua. Nuk e di. Më duket se po ja fut kotë. Ashtu. Kam 4-5 që të marrin telefon dhe shoqëru takuam. Apo je shumë I zënë ti me punë? Kam dhe unë punë. Ti sikur si as në punë? Po kam dhe unë punë të mia. Me çfarë punash merresh ti, Flori? Po çën. Po pra e mora vesh. Po. Dakor. Mirupafshim. Përsëri ç'është e puna, A da. Ke të drejtë. Ndoshta pyeta sa se shumë. Do takohemi sonte. Sonte kam shumë punë, po. Megjithatë do përpiqem. Do përpiqem. Hao! Qa bën këtu më? Miq, me vë lokal, biznesër tjetër. Biznes tjetër, a? Biznesër vogël, kot fare. Kot fare? Kot. Derisa je koti, pse s'vjen me mua në Vlorë? Të të hedha ndej ma ta. Mund t'gjesh edhe ndej punën e kuj djetë. Të vish? Do vi. E po mirë dhe, lem nesër më gjesë tu. Mirë, dakor. Mirë? Dakor. Hajde mirupafshim. Hajde mirupafshim. Ama keme kinezin, ha? Ama çmall që ke gjetur edhe ti. Ku I gjetëm qa? Se të pëlqenjë këto ty, ha? Pëlqenjë ato italian ty, s'ke faj. Ose ky si bajamja si ka dhe që keqë. Rritë t'i shqipa I. Ti shqip ti ma? Ti shumë gjerë. Po... Po të bësh dashuri diti, ha? Jo se thonë që ju kinezët e keni bibilushin të vatë kelifane. Edhe atë punë e bëni kështu si gjeli, fa. Në gjeri pula, po shumë beca, edhe zogë. Në bibilushin vëgëra, dale 1 miliard gjysë kinezë. Ajde, qef gjeli, ajde. O ti bolti. Bollu fale. Është urban s'kafi, o debil. Nga qau trapin kë. Ulluni! Ullu! Ha, ullu, thashtë të policia! Ullu më kurdi! Qoni se iku. Qoni!
Isolla këto, ku të ndërgjoj këtu? Kush ka dërguar këtu dy orë? Diti, po kam një orë që rrija pres aty, do iki për Tiranën sot. Nuk kam vërtet gjithë natën me ju. Po kështu e kanë këto punën, atje? Mirë më burë, ti punë të tuja, unë punë të mija. Ore, pordat! U di flet me këtë zëti, e? Ore, kam ardhë me porosi këtu unë. Edhe... Jep të më gojë zëtë. Ore, qumështor, e diti se ku je këtu apo jo, ha? Po e di e burë ku jam, e di. E po ne e di mbylle. Mbylle se ta shqoj gojën, ore vesh apo jo? Edhe të kap për bythe ty edhe këta që më ke sjell me vete dhe ju edhe që të gjithë dhe mu në det. Ore vesh apo jo, ore. Qa ke më plak, qa ke? E bre, mos kujdo se jemi në diskone këtu. O, Gimo. Dere se një unë të. Kuj ka ardhe disa herë tjera këtu të kuj. Është shumë i mirë, e kanë sjell ata Tirana. E po da bosat e Tiranës janë mësuar që më rinë për lokale mua, më numërojnë miliona, të bëjnë orgjira. Përsa të tjera të jeshim ne këtu. E mua më dërgojnë këto trapin këtu. Po, tashim mjaft. Pelane e eqim neve më të madhë. E qajmë detin me kokë në tras. Jore, e diti që kam humbur një vëlla në detu, ha? Një dit do humbas edhe kokën time. Igor, sili, sa veta ke, ik. Këto këti, e? Këte e kam edhe këto, kinezin dhe kurdin. E piratët, ç'kemi? E kur vit ke, prap këtu di, po unë kam quar një 3 herë ndër. Po pse ma, mos të keni gjë me viza një kalvim që ju? Do të qonë gratis ti. Ece me moti, hajde. Stop, deri këtu është këtu. Tani, foli dhe atyre dyve, të vinë me mua, dhe nisu për Tiranë se është bëndesh. Es para ti. Hajde për ti, hej! O, kurd, hajde! Au, ika, rrugë mbarë. Hajde, shpejt. Dajo. Hajde, o betim, hajde, gjanë shtevë. Mirë jeni? Mirë zeza, nuk është e jotë motër, po më përzë nga shtëpia. Po Flori ku është? E ku dim ne më da, jam thuaj ti ku është. Ka qenë në Vlorë. Edhe sot mëngjes, duke u kthyer prej ande ka bërë aksident me makinë.
Aksident. Që ka ndodhur? Ku është djali? Është vrar? Fol betim. Nuk është vrarë. Ka vetëm disa gërvishje të vogla. Të lutem thom të vërtetën. Ku është djali? Mos është gjë në spital. Jo, pra, jo, nuk është në spital. Ku drejqen është, ma? E kanë arrestuar? Po, e kishin ndaluar. Edhe do të kishin bërë mirë ta kishin mbajtur aty. Po çmutin donte në Vlorë, more, të ëmën apo tatin kërkon në Vlorë ai djalë. Nuk e di. Faji ishte i tij. Unë sa e mora vesh shkova me njëherë. Mirë po e kishin liruar. Atëre që nga pa faj. Faji ishte i gjithi i tij. Por dikush ka ndërhyrë dhe kanë liruar. Kush ka ndërhyrë? Nuk e di. Prandaj erdha që ta pyes. Kujdes e më dhëm, kujdes! Të kam porositur 100 herë. Ec me kujdes të thash. Nuk është puna vetëm të aksidente që bën ti, por nuk duhet ta tërheqësh vëmendjen këtë, mos e harro asnjëherë, më dëgjon? Po të thash më një herë që isha përpara vdekjes, edhe kur e pash veten time që shpëtova, thash ta lëshoj një herë makinën. Dëgjoj. Mos u bëj kalama. Që kur kemi hyrë në këtë punë, kokën e kemi të shitur. Prandaj qepe. Po, zot. Çfarë më? Shikon edhe atje, është një motor. Po pastaj? Po lëre, që keme ta kanë qefin e tyre. Kanë qefin e tyre ata? Po sa eri kam thënë që mos dal nga shtëpia sa më. Avash, prit. Po ti këtu, më. Flori! Sa më kishte marrë madhi, më Flori? Kur pas ka ardhur? Unë kam kohë që jam kthyer, po. Si më punova ashtu më bëre? Unë ta punova? Këta dim, Flori? Si më bëre mendjen pordhën, le rrugët Greqis. Po ti di që mua më kapi policia dhe më kthyerin që mbas 2 javësh. Nuk kisha mundësi të lajmëroja. Po me se u mora atje? Pastroja bajgat e lopëve greke atje. Po, boksin. Boksin bëra vetëm një round. Hodha lockdown a vendikojnë dhe ikan në Itali. As atje s'të ka ecur? Normal. Dhe sa s'të kisha ty me vete. Po pse tallesh me Flori? Pse tallesh? Si më mora mendjen tënde unë edhe erdha mbas teje. Mos folsh se më vret. Unë besoja te ty. Besoja seriozisht se ti mund të bësh boksier shumë i mirë. Mos dukem gjë si laborator ëndra shumë ty, ha? Një ish boksieri si puna jote? Ika tani, ja, se po më presim. Po ka liqeni vrapon më? O, Diku! Nuk jam trapun, ore. Iko, vdiqen ëndrat e boksit. Ha, këtë drejt, mordjal, këtë drejt. Ky vend është varreza ëndrash. Pash zotin, ku m'dole përpara sot në qafsh, ha? Harroje boksin, Diku, unë harrova. Sepse unë nuk harroj dot Flori. Unë tani jam si ajo dardha, e stërvitjes e mbushur me tallash. Ku jeta godet vazhdimisht. Ta them me shpirt, ta them me dhimbje. Dhimbje. Kam dhimbje dhe mia bollën. Ai kalofsh mirë, doreze vjetër. E stërlasht. Doreze vjetër. Ha? Qa, ha? Edhe mi mbrëma për tonë të thuash? Po që bërë o Birgjit ditën e ditës? As për drek nuk erdhe. Mbete ajo pjatë në tavolinë, ha? Ku i hajtë dreka e shpis këti bosat hanë në për restorante? O baba, do rishtë e janë dhe i lodhur të shi? Po shirë se ke pun të më aja një përsi. E po mjaftë dhe mjaftë. Drejtë me shërë të fillosh. Po regulohen në rrugët e Tiranës edhe këte kanë vënd për gjegjës. I mate? Ti dëgjon apo s'dëgjon se çfarë thon? Ku është Hera? Në dhomë saj po bën mësimet. Në këtë shtëpi nuk do t'i vë unë minat, ajo do të vër zjarrin. Hera do vër zjarrin në shtëpi. Sa i merr të keqen ti dëgjove? Po mor baba, bë filma, bë. Bë filma se do ta dëgjosh filmin këtu në shtëpinë tënde. O Hera. Hajde çik. Ulu. Çfarë do? Kush ishte ai garipi që rrinte me ty sot në kafene? Unë nuk shoqërohem me garipa. Nuk shoqërohesh me garipat, po te kartodromi, unë isha apo ti? Hera? A më fol.
Po isha me Tonin o me shokun e shkollës. Shok shkolle? Po cigare dhe whisky me atë e pi? Cigare? Ti pi cigare? Po jo mi ma për kokën tënde? Ka para po jo. Në për kafen e pi whisky? Po unë kam qenë duke pirë lëng. Kush e di si është dukur edhe thot whisky? Është e vërtet që po pije lëng. Gënjen ti. Ashtu, a? Po sa herë kam parë lajmëruar më që mos dalësh vetëm nga shtëpia. Se më kush je ti do të pyesur roja imje? E dëgjon zoti baba, e dëgjon? A e ke motor, pse se shoqëroti? Ha? Po që se është ai shoku i klasës, ai është djalë i mirë, e njohim ne. Po të gjithë mor baba si djem të mirë hiqen sot, vetëm pastaj kur e gjen veten në gomone. Që s'të vjen turp njerë që flet kështu. Sa herë kam paralajmëruar thash. Për çfarë e ke paralajmëruar? Ha? Që të mos dal vetëm. Po përse të mos dal vetëm qanom? Se e di unë mama. Po ne duhet të dim gjë ne. Çfarë ka ndodhur këtu? Çfarë ka Flori? Ja këta të dy po krifen me njëri tjetër. Do të na thuash çfarë ka bërë kjo vajzë apo si është halli? Kjo vajzë me mama po merr rrugët. Edhe do i ditë të dëgjosh krismën kësajti. Rrugët i ke marrë ti që ke harruar shtëpinë, që shkon me atë femër që është ndarë me dy burra që ka harruar shtëpinë e një zote ti me çfarë merret. Mos e qëllë vajzën mamut! Rrugash! Si me? Homër të do. Pa hajdi minuta. Qa ke? Se kisha emrin ti se më falë. Emre se desha me... Qa, je gangstarti? Qa ke? Po jo më burë... O, qa do... Ai e di që unë e pres në poshtë? Sigurisht e di. Di dhe targën e makinës, di dhe vendin ku do qëndrosh. Po si quhet ky sinjor? Sinjor Salvadori. Me të merret. Desha të thosha mos është në një nga këto bosën në vend, kaq. Sa herë kam thënë mos pyet shumë. Sinjor Salvadori është thjesht një biznesmen. Ti je për të një taksist i rastit. Kurse ai për ty është një klient që do e çosh nga porti në hotel. Sinjorina Didi. Libero? Sì, si accomodi. In albergo, grazie. Lo so. Flori, tu qui. E io che ci faccio nella tua macchina? Chi mi sta incastrando, eh? Nessuno. Non ti girare, altrimenti ti ammazzo. Chi ti ha mandato a prendere? E spegni quella macchina, cazzo, spegni! Signorina Didi mi ha mandato. Non ti preoccupare, signor Marco. Non mi chiamo Marco. Chiamami Salvatore. Va bene, Salvatore. Ma com'è possibile? Ti ho lasciato in Italia. Ti ho cercato dappertutto per ammazzarti.
E tu vieni qua e mi accogli così, eh? Tali assurdità possono capitare solo con voi albanesi. Siete imprevedibili. Abbiamo un nostro detto che dice che le montagne non si incontrano, ma gli uomini sempre. Giovanotto, noi siamo montagne che abbattiamo valanghe, ma a volte i fulmini ci possono anche colpire. Pronto? Pronto, Didi? Ah, come stai? Ma chi mi hai mandato ad accogliermi, Didi? Ma non si preoccupi, signor Salvatore. Flori è un bravo ragazzo. Tu stai in albergo? No, sono a Tirana. Sto facendo la doccia. Tra poco partirò per Valona. E ci vediamo. Arrivederci. Benissimo. Ky vjen për mallin. Dikur e prisëm atan. Po unë qartua këtu, mor. Cameriere, un caffè per favore e sbrigati. Po sa la poco, jemi në djegë të taxis, jemi në djegë të taxis. Più veloce, cazzo, ma questa carcassa non corre di più, forza! Ma non è colpa della macchina, ci sono le strade impossibili. Oh, taxi è loro. Ci stanno inseguendo, ma non ci credo, non ce l'hanno con noi. Ti ho detto di non portare la roba senza la mia conferma. Questo è stato l'ordine, stasera alle 11. Oh, ka një person, po nuk e tjetë akoma adresa, është i hajë të spikuar. Që nuk është Sara, që nuk është. Jemi në ndjekë akoma, në ndjekë jemi. Il motoscafo non partirà, la vostra polizia, la nostra guardia di finanza controllano tutta la cosa. Ma io non so niente, non me ne frega un cazzo! Gira da questa parte, forza! Ancora una strada senza uscita. Gira, ti dico! Kjo Sala, në ngrode patrullat e tjera, më kupton që në u largua I taksia, në ka humbur nga sytë. Ecco, l'hai visto? Se ne sono andati. Ritorneranno.
Torta rallenta e buttati fuori dalla macchina. Buttarmi? Butti, idiota, buttati! Sparisci! Kemi kaluar në një kryqëzim tonë, ti më kupton. Sparisci, se no ti ammazzo! No. Grazie. Alo. Ti din dhe gazin një arrestuan. Merë çdo gjë komprometuese që ka aty dhe shtuku. Çfarë thua ti? Kur e arrestuan? Sa më shpejt thash. Policia sigur ka ardhur. More vesh, kanë arrestuar ato gruan, Didin, shoqen e Florit. Prandaj ishte aq i shqetësuar ai. Kush e di ku do jetë fshehur. Po, betim. A ke marrë vesh në lajm në një të flitet? Punë ti ka keq. Dëgjoj. Po pse? Shmidis dy zjarreve dy. Shteti e kërkon si pjesëmarrës në trafikun e drogës e prostitucionit. Kurse ata të tjerët, ata mendojnë se i ka tradhtuar, i ka spionuar tek unë. Po si bëhet? Bëftë drejt ju bëftë. Do na shkatroj të gjithë dhe do na shkatroj. Po nuk ka ndonjë ndërman kjo punë? Nuk di që të them. Duhet ta takoj, ta dëgjoj të marrë vesh të vërtetën, po ku ta gjej. Pa e dëgjuar nuk di se ç'të them, se ç'duhet bërë për ta shpëtuar apo për ta lehtësuar. Njërë që mund tani jam merak për kokën e tij. Mjaftë, betim, mjaftë. Atë më të kështë mos më thuaj asë që fjallë më se të rojnë. Pas në bërë kështu, fjallë që në bërë kështu. Ti do ta vrasësh atë. Unë vri gjithë ditën me të, më shak. E, që pastaj? Kaq pastre pas ka duar ti? Apo mos do dhe ti ndonjë? Alo. Po ku je, Flori? Ku ke humbur? Ti ka shkuar që nuk bëhesh i gjallë. Ashtu kam patur një problem tim. Ç'është e pune me siguri. Tani nuk ta shpjegoj dot. Telefonova dhe në shtëpi dhe ata më dukon shumë të shqetësuar. Ç'të ka ndodhur? Është një nga tresë vogël, po do të kaloj shpejt kam përshtypjen. Ku je tani, Flori? Më vjen keq ata, po nuk ta them dot. Si su bëre njëri gjallë? Apo pas ndarjes nuk ka rënë ndërmend për mua, ha? Të lutem më kuptosh. Aktën ti.
Le që ka Perëndi që më kupton mua. Ndoshta bëra dhe gabim që të telefonova. Po nuk e di pse ndjeva ma për të dëgjuar Zorin. Ku do takojmë përsëri? As vetë nuk e di se kur mund shihemi. Tani duhet ta mbyll telefonin sepse pres dikët më telefonoj. Duhet iki. Të iki. Të iki. S'ka rrugë tjetër. O, Zot. Ç'ke? Ç'ka ndodhur? A ke marrë vesh në një tjetër? Shëngatruar keq. Ose edhe në mos qoftë ngatruar, dua nga ngatroj. Edhe në rast të tilla hum gjithmonë me i dopt. Alo? O Lola. Nuk jam Lola, Flori, jam Mira. O Lola, pse s'më përgjigjet në telefon? Ku e di unë? Ma nxirrën çik lutem. Alo? Unë sot do të nisem prandaj. Sot, ha? Sot i madh, nuk më bëjnë këmbë tike edhe një herë pa ju takuar. Të paktën t'ju dëgjoj zërin në telefon. Po babi është? Po, të puth shumë. Alo? Si janë, bab? Që janë këto që na bënë? Nuk të zemrojnë për asgjë sot, jo. Po, se je kalama, si të të themi, je i mbirë që mos qofsha. Po baba, në qoftë se ju kam qetësuar dhe ju mërzitur, ku jonë të më falësh. Nuk jam dha që keq me baba, sa thonë dhe sa mendon ti. Tani ju puth gjithë dhe ju përqafoj shumë. Ju dua se se u pret mendje. Alo, Flori! Vejteje e mbyllë. Po pse i fola shoba? Se më dhëmë këtu. Se e dua. Po ku e di ai se sa shumë e dua. Alo? Ada jam unë. Flori? Unë po iki. Nga flet Flori, ku je? Ku po shkon Flori? Nuk e di. Të lutem të më falësh. E dashur Ada. Çfarë nuk do t'jepje për të qenë edhe një herë me ty. Por nuk mundem. Policia kërkon të më arrestoj. Ata tjerë duan të mbrasin. Të kam shkaktuar kaq dhimbje që ti nuk i meriton. Edhe e di shumë mirë që këtë do ta vuaj. Do ta vuaj gjithë jetën. Nëse do të kem një jetë. Është i sigur ti koni? I sigur fare, no? A jeni sigur ti po? Po më? E njeh mirë fare. Ika unë atë. Ik. Hajde, rrugë të marë.